Edukimi financiar si çelësi i suksesit personal. Që kur isha e vogël, gjyshja më thoshte: "E bija ime, të mirat nuk pikin nga qielli." Dhe që atëherë unë u rrita dhe u bëra kjo që jam sot, me edukimin se duhet kursyer për të pasur më vonë ato që ti dëshiron. Në mëngjes zgjohem pak më herët dhe përgatis tostin që do marr në shkollë. Kur vjen pushimi i gjatë, secili ka një mini fest në bankën e tyre, me ushqime lloj-llojshme të blera, dhe bankës ime i vjen era shpi. Me shumë krenari marr piten çdo ekskursion të mundshëm. Pitja të knoq. E teksa ha mëngjesin e ulur në borrin e shkollës, mendoj veten gjithmonë duke studiuar në një universitet botëror. Nga do që kthej kokën, shoh njerëz me telefona të shtrenjtë. Madje edhe fëmijët kanë telefona luksos. E unë bëj një telefonat në një Nokia të vjetër. Përfundoj mësimin, nisem për në shtëpi. Rrugës më shfaqen lloj-lloj dyqanesh. E unë, e pash një fustan. Duhet të vrapoj sa më shpejt. Dhe të gjitha këto që i përmenda, unë i bëj vetëm sepse unë dhe ti nuk kemi nevojë të blejmë diçka sepse duhet me patjetër të shpenzosh. Të blejmë diçka vetëm sepse të gjithë e kanë. Në vend që të shpenzosh në diçka trendi, investo me aq sa ke vërtet në veten tënde. Ja se çfarë bëj unë dhe mund ta bësh edhe ti. Të blesh një libër, të mësosh një gjuhë të re. Unë momentalisht jam duke mësuar gjuhën gjermane. Të bësh sport dhe fitness. Të mësosh një instrument. Të hash shëndetshëm. Mjafton vetëm një mull ta ndërrosh me një qips. Sepse kur e ardhmja troket, tani mund të festoj.